Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi si çdo javë me tjerë protagonist sportiv të qytetit tonë, por edhe mbar Shqipërisë. Sonte rubrika do të dedikohet veçanërisht arbitrimit dhe kësaj fushë me një familje që ka kontribuar pothuajse 100 vite për qytetin tonë. Një për pjesëtarëve të kësaj familje që ka kontribuar me integritet dhe ndeshmëri në fushën e arbitrimit për dekadash si arbitër aktiv, por pastaj edhe në rolet tjera në Federatën e Futbollit Shqiptare, një emër shumë i njohur në Shkodër, por edhe në mbar Shqipërinë, ish arbitër i sistemës FIFA, Zoti Astrid Dervishi, kam kënaqësi ta kem sonte në studio. Profesor, mirë se vjen. Ju përshëndes ju edhe gjithë opinionin që mund të na shohim. Ku është sot Astrid Dervishi, sepse ende jeni aktiv? Unë momentalisht jam i pensionuar, si thojnë kosovarët, po vazhdoj me bë jetë aktive me arsimin, punoj si mësues i lëndës fizik dhe i muzikës në shkollën e medresesë Djemve, Haxhi Sheshamia, dhe nuk e kam lanë, domethënë, atë pozicionin e arsimtarit, vazhdoj, sepse Zoti deri tashmë ka dhënë energji dhe falënderoj. Patjetër që energjit shumë të pashërueshme gjithnjë kur ju takoj ju mbaj mend me atë figurën Astrid, unë sot 30 vjeçar, po ju mbaj mend që 5 vjeç kur vini tek fusha atje për të arbitruar futbollin amator, ishit organizatori atyre kampionateve dhe ende të mbaj mend me të njëjtën energji dhe të njëjtin pasion për gjithçka. Në atë kohë kam qenë, pra kur ju flisni, për kohën që flisni ju, ka qenë domethënë periudha kur unë krahas arbitrimit isha dhe kryetari i ligës amatore të futbollit, po aty tek fusha juaj, thënë të drejtën, në Golem, unë maj mend një trajtim perfekt, një punë perfekte të prindërve edhe axhave tuaj, ku unë kam met shumë i kënaqur dhe i kujtoj me nostalgji, jo vetëm ligën amatore, drejtuesit e futbollit të fëmijëve, domethënë trajnerët, po kryesisht mikpritjen edhe rregullsinë edhe saktësinë e veprimeve në fushën tuaj. Ju falenderoj për këto fjalë. Por disi tërhequr sot nga funksionet arbitrare ose vëzhguesit për pak kohësh tashmë. Asnjë arbitër apo edhe asnjë sportist nuk tërhiqet vetiu. Tërhiqet për arsyesmundjet, nëse më thanë është i pa Zoti, po nëse është efektive dhe është i Zoti, ai asnjëherë nuk tërhiqet për pa e harru tjerët. Kështu që unë mendoj se nuk jam tërheq, po me qenë se unë në shtatorin, jo këtë shtator që kaloj, po shtatorin tjetër, pra në këtë shtator bëhen 2 vjet që unë kisha dhe 1 vjet me vazhdu vëzhgimin, kam qenë vëzhguesi Superligës, dhe as nuk më njoftu që nuk do t'jesh, dhe as nuk mora as edhe një telefonat për cilit do zyrtar të Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe e njëjta gjë ndodhi edhe me djalin tim, edhe ai arbitër ndërkombëtar, edhe ai megjithëse e la për arsye objektive, nuk u telefonuat paktën prej asnjë zyrtari. Ndërsa është e çuditshme që UEFA të falënderon, UEFA çon flet falënderimit dhe para 5 ditë Melisi për shembull ka marrë jo vetëm një flet lavdërimit prej UEFA-s, po ka marrë edhe një dhuratë të njohur, më thënë origjinale, që jepet një grupimit jo të madh të arbitrave të botës. Po pse po më habit realisht me këto fjalë, pasi një figurë dhe një familje që i keni dhënë kaq shumë arbitrimit shqiptar dhe fushës sportit, të lihet në thojza, po them në harres. Me dashje apo pa dashje qoftë? Nuk mendoj se është lënë kret pa dashje. Nuk e mendoj gjë të tillë, sepse atje ka zyrtar që merren me këtë punë. Dhe as e mbir, po edhe emat nuk kena qenë asnjëherë figura që jena përfor. Pra edhe unë, edhe djali im kena ecë në rrugët e Qazim Dervishit. Dhe falënder Zotit që gjithmonë opinioni, po edhe specialistët e asaj kohe,
përfshin edhe emna shumë të njoftën të kohës, qysh në kohën e mbretënisë, kanë thënë fjalë më të mira. Po kështu edhe unë të gjitha arbitrimet ndërkombëtare jam vlerësu, e të njëjtën gjë mund të them edhe për Melisin në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare që ka bërë. Pa përfshin edhe ato kombëtare që pra vetëm si karrierë në arbitrim unë kam 46 vite, pra që është vit 1978 që kontriboj për futbollin shqiptar. E në veçanti për Shkodrën kuptohet, sepse atë qyteti jem i dashur që se ndroj me asgjë në botë. Po përderisa na kena lënë familjet në kohën e vështira, edhe në kohët kur ka qenë natë shtata, na kena fjet jashtë ose kena me çut në qytetet vështira të Shqipërisë. Kena sakrifiku dhe pikërisht për këtë unë e deklaroj për herë të parë të kjo studio sot dhe ju falenderoj këtë që ka ndodhur lidhur me mos respektin. Dëshkohet dëshmëria dhe ajo burëria e shkodranëve. Jo, në asnjë mënyrë është si puna e metelikut parës art që mund bin llaç. Unë kupton bëhet pis një moment, po sa po afërkon pak shënërit. Kështu që mendoj që nuk jam vetëm unë, ka emra shumë të Shkodra. Unë kam pas shok, koleg në kolegjiumin e arbitrave, cilët unë ty janë nis prej Tef Prels dhe ty vazhdu tek më të fundit, edhe kolegët e mi, Astrid Sufi me shok, Abdullah Meri e tjerë, që ma vonë edhe mund t'i përmend një për një. Mendoj që kanë qenë miq të mirë, shok të mirë, me të cilët na kena bashkëpunuar sepse arbitrimi është grup, është barabartë si një orkestër ku nëse nuk funksionon njëri, stonon. Është një vërtet. Po nuk dën përveç harmonisë, ka trimni, ka zgjuarsi, ka vërtetësi, ka ndërshmëri, bile ndërshmëria është e para, e tjerë. Që besoj arbitrat shkodran ndër vite kanë pasur me doza të larta. Po, ndoshta bile vërse nuk janë njollos, kjo shumë rëndësishme. Sepse kur e kthen kryet mrapa, pra edhe shef e karrierën, shef edhe ndoshta edhe gabimet tuaja, sepse nuk ka lojë pa gabime dhe nuk ka gjykim pa gabime, prandaj janë notat dhe nuk mundesh me kanë gjithmonë ekselent. Po gjithsesi qoftë unë vlerësoj shumë grupin dhe kam vlerësuar grupin dhe për këtë jam mundu me bë më të mirën e mundshme. Dhe sidomos në shkollën e Zemhajdari ku unë kam qenë drejtues, kam bërë një kolegjium paralel me kolegjiumin që isha kryetari i kolegjiumit të arbitrave kur u largu Skënder Bilali. Dhe thënë të drejten se kush pa diti, se kush e bani një gjë të tillë dhe më erdhi një njoftim prej Federatës Shqiptare të Futbollit dhe më thanë nuk lejohen dy kolegjiume paralel. Pra unë bëra një kolegjium për ligën amatore me provime, me gjitha, me tabel, me mësime në këshillin pedagogjik që e përdorshe mas dite, kuptohet me leje, në gjatë të tillë. Dhe prej aty doli Jubica edhe emra të tjerë, pra që u bën arbitra të mirë të këtij vendit. Por çuditërisht ajo u prish, më dha urdhën që të shkrihet ai kolegjium, që i shërbente direkt futbollit amator, që sot besoj është shumë e vështirë dhe ju mund t'i nisni ndonjëherë, nuk ka arbitra. Pse nuk ka arbitra? Atë pse munden me gjetë ata që na kanë harruar. Astrid Dervishi, një pinjoll i familjes Dervishi, djali i të mallit Qazim Dervishi, nga ai e trashëgove këtë dëshirë për arbitrim? Nga baba juaj ndjer? Unë prej babës trashëgova shumë gjëra. Në radhë parë trashëgova. Si të lindi kjo dëshirë, sepse në Shkodër gjithë duhet të bëhen futbollista. Pavarësisht se baba juaj ishte edhe atlet dhe sportist shumë i njohur. Unë i falem Zotit që ai na la një emër mjaft mirë, pavarësisht prej shtypjes, prej situatës që jo vetëm familja jone ka vujt, por kanë vujt shumë familje të mërshme e të mira në tan Shqipërinë, po edhe në gjithë vendet e lindjes. Kjo ishte e para. E dyta është që ai nuk ishte qef ndoshta me u vendosur në pozicionin e arbitrimit. Për të vetëm arsye se në fundin e tij, pra në fundin e karrierës, që mund mos ishte fundi i karrierës, sepse ai në fundin e karrierës ai ka arbitruar në Ballkanjat. Pra të arbitrosh në Ballkanjat me arbitrat më të mirë të Ballkanit,
dhe të shpallesh arbitri më i mirë i Ballkanit, nuk ka ken pak. Dhe po kështu të arbitrosh Shqipni Malizi, ndeshja e parë ndërkombëtare që i bën Shqipnia, dhe të arbitrosh me sukses, kena fitu 5-0 në 4-5 duket. Dhe po kështu edhe ndeshjen e Hajduk Splitit, mas një karrieret në Tiranë, në Europë, vjen në Tiranë, edhe mas i mri në Shkodër, me lujt me Vllaznin, që kishte një emër të madh. Lot ndeshjen e parë, fiton Vllaznia 2-1 dhe kërkojnë me zori me lujt një ndeshje tjetër, sepse Shqipnia dhe Jugoslavia kuptohet që ishin miq. Në nesër arbitrimin thot do ta bën Qazim Dervishi, thot baba unë refuzova. Dhe më detyruan me zori me ba. Për herë dytë më arbitruan një ndeshje që ishte lujt dje. Ishte balë, thot. Ato lujtën shumë ranë, një moment saktuar, thot, i rrëzum futbollisti i Shkodrës, i Vllaznis, ai Jugoslavia fut shjen kres. Moment, baj me dorë për jashta, se s'ka pas karton të kuq. Ndërpritet loja dhe futet ambasadori Jugoslav, si kishte ardhur me pa ndeshjen, edhe më thot zotni, thot, ne jena miq. I tham, futbolli nuk ka politik, zoti. Nuk është politik. Mirë, po këta fjalë nga në me të mend. Dhe kur shoh që para ndeshjes Vllaznis me një ekip tjetër futet politika mbrand, futen ato matmëjtë politikë së mbrand, unë vritem kaq shumë shpirtnisht sepse futbolli, sporti është duhet me kenë është përtej politikës. Bile është shumë më i madh se çdo politikë. Lidhur me këtë, them që ishte Skënder Bilali, ai i pari, që në moshën 18-19 vjeç kam qenë në universitet, studiojshe për matematikë dhe fizikë. Ai ishte një arbitër që ishte i sakrificës, shumë i shkathë, shumë i gjallë, kryesekretari i institutit. Më propozoi ty pas edhe njoftin familjare që baba i tij me babën tim kishin kënë të njoftë. Dhe unë pranova, nonë se baba jem nuk e kishte dëshirën. Atëherë që një kalvar i gjatë për me kap pjesën superiore, sepse një njeri që futet sa me ken aty, apo me marrë një dietë, apo nuk ka ken familja jeme kur. Pra, ose me fut dhe me fitu, ashtu si edhe Qazim Dervishi që kanë kampion në atletikë Kupo di vet, apo edhe në gjykim, edhe unë i tillë ishta dhe këtë paka shumë ja ushtjeva edhe djalit të mëdha. Djalit tuaj. Ku ishin ato ndeshjet e para ndoshta që arbitrove? Ndeshjet e para kanë qenë ndeshjet me këto ligat e inferiore, po edhe me moshat e vogla, e paratrive, të rive. Megjithëse unë edhe kur jam bërë arbitër ndërkombëtar, nuk kam prituar me shku në të gjitha fshatnat ato e di shumë mirë. Rrethinat. E di shumë mirë. Nuk kam prituar me shku në kampionatet e kooperative bujqësore. Megjithëse ato janë pagu pak, unë kam marrë biçikletë, kujtohet herë prej majës Domnit, ula mora biçikletën dhe shkova në Vrak për me majt një ndeshje që ishte ndeshje për shkollat 8 vjeçare, duket diçka e tillë. Vetëm nga i pasioni. Sa që kisha marrë Melisin që ishte shumë i vogël, edhe më kujtohet një batutë që ai një fëmijë i tha mos e çomar atë shkopin, i tha një fshatar aty që vendas i thotë mos e luaj more, tha se me atë shkop habuk. Më kujtohet edhe kjo anekdotë, po them tashmë se është si anekdotë. Po, ama që jam mundu me ja përcjell konkretisht edhe jo vetëm djalit teme, sepse mund të jenë tashmë edhe të tjerë që mundën mi thanë 2 fjalë të mira për sa i takon asaj pjesë gjykimit që ata kanë arrit. Një fjala Roknushi është një prej atyre që në kolegjium e kam rrit maksimale. A më kupton? Sepse shumë këshilla, shumë elemente, shumë cilësi ai kishte për me mbrit, po jo ndoshta deri në ekstrem, po ja që dikush bëhet sebeb edhe arrit. Po e përfaqësoj me ndër, domethënë atë moment deri aty ku ishte. Në superiore, kategoria parë në atë periudhë, në çfarë ndeshje debutove? Po, kam debutu
në ndeshjen e parë si asistent kam kënë në një kup që u bante në Korçë, a kup Republika ta nuk e dia, a kup gazetet nuk e maj më në fort, po isha me dy emrat mbaj, që ishin Tef Prela edhe Genca Golli pas të Ramet, një emën shumë i mirë, të dy të spikatun, dhe më kujtohet që shkum me autobusin e Tiranës, se lutet Tirana atje, dhe në qaf krab atje, një 2-3 herë e shty me autobusin. Këto kanë vështirësitë e kohës. Vështirësitë e kohës, por ato udhëtimet nuk kanë sosur për nga vështirësitë. Por patjetër që besoj se ka ngelur memorien tënde e pashtyra ai moment, sepse luash absolutisht po, protagonist në elitën e futbollit shqiptar. Absolutisht po, sepse nëpërmjet këtyre emrave, si puna e profesor Tef, si kështu i thonin gjithë, ai kishte kënë edhe mësuesi jam. Po ishte një person që gjithmonë përsillte ndershmërinë që thash të parën, teknikisht ishte shumë lart. Ai kishte edhe një vëlla, Leonardin, inxhinier, i cili dinte me arbitru bukur. Unë kam arbitru shumë ndeshje me Leonardin, sepse Tefa kishte një grup më të vogël që arbitronte me ta, dhe unë nuk kisha hala ato vazhdojte sistemi me ban punën e vet. Dhe unë këtë nishe mrena vetit, por nuk mund të shfaqe, se kështu ka kënë. Lufta klasave herë ullet, herë ngrihet, po asnjëherë nuk shuhet ka kënë parulla e asaj partije në atë kohë. Kështu që kam qa vetëm me faqet barë, si thojnë, edhe me besim në Zot. Për kohën ndoshta tribunat ishin më të edukuara, besoj. Tribunat mund të kenë më të edukuara, por në ndeshjet që kanë arbitruar arbitrat e Shkodrës, ka pas një vështirësi të tejskajshme vënë. Pse? Saqi, sidomos këto qytetet vështira që kanë qenë, që unë nuk po i them emrat sepse ndoshta dikuj edhe mund t'i mesadri, qytetet të kategorisë dytë si qytete, po them. Pra, jo si Shkodra, jo si Kavaja, megjithëse edhe në Kavaj, për shembull, më shty dera makinës mu në një vëzhgim. Po, qytetet tjera të kategorisë dytë, domethënë, kanë pas tepër vështirësi, sepse kanë pas kërcënime që ndoshta ishin të organizuar edhe policia nuk vepron. Edhe para viteve 90? Po, ka pas. Sepse ndoshta në atë kohë ishte frika dhe nuk mund të ushtrojë aq shumë presion ndaj gjyqtarëve. Nuk është, pra, presioni ka kënë gjithmonë i fortë mrena. I fjala në momentet kur Laçi ka kënë në krim, ka kënë shumë i vështirë për të arbitruar. Dhe me arbitru në Laç, pra medal me faqet bardhë, ke kënë hero. Dhe federata ja besojnë të këtë gjithmonë shkodranëve. Këto fushat e nxehta. Në shumicën e rasteve po. Pra, më kujtohet në një ndeshje në midis Lezhës edhe Shnjinit, ku Shnjini kërkote për me hinë në kategori, kishte një trajner shumë të mirë, që ishte ma vonë dhe kryetari i ligës amatore për zonën e Veriut, Nikolinit, dhe hoqën dorë gjithë. E mora unë atë ndeshje, edhe që shumë e vështirë, sa që një roje i ati Nikolesit goditi një asistent e min, atë ndeshje, dhe në nesëre shoh që në gazet jeta koha jon, që ishte Nikolesit, kishte dalë që arbitri Dervishi gjykon ndeshjen i pirë, që të shku për Holand, Ismet Ballova në karrig me këtë zotnin, kryetarin që shtyp të gazetin koha jon, i thot, po si shkruan ti ashtu për Astrid Dervishin që nuk pin as çaj, jo ma alkool që thuti. Dhe vën kry titull, i thot ai Nikolesi, i thot, e si mund ta shes unë ndryshe gazetën. Pra këto janë, e thash sepse me qenë se ka shkruaj për mua dhe e përmena emnin e tij të shtin, nuk është e pandershme, besoj. Absolutisht që jo, pasi është fakt, por si ishte ndeshja, si mbaroi? Ndeshja mbaroi u kualifiku Shnjini duket, po ama aty duhej, pra kërkoj me forcë që fluturoni gurët.
Mbi kokat tuaja? Mjaftojnë grushta tamasha. Pra unë kam kënë dëshmitar në një ndeshje ku Astrid Isufi, që kishte një ndeshje shumë vështirë në Krujë me Apollonin, u godit asistenti. Në kupton? Dhe kur u godit unë vishe për një grumullimit në Holand dhe për arbitrat. Dhe një arbitër gjerman që jepte leksione, Rot, që kishte shumë ndeshje ndërkombëtare të arbitruar, thot një moment, kur goditet arbitri ndeshja përfundon. Dhe ky ishte udhëzimi i UEFA-s. Është rregull. Dhe mirë po futet një deputet që ishte një në partia aty në fush, masi u godit arbitri dhe domethënë edhe futbollistat filluan grinin me grushta. Domethënë për hir kësaj, për hir asaj, them, a ke mundësi me dalë jashtë se këtu nuk ka politikë. Doli ai u bë me bashkë me Astridin edhe me asistentin tjetër dhe arbitrin e katërt. Edhe vendosme me anullu ndeshjen, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë, paktën qysh atëherë mbrapa. Apo edhe më përpara, unë nuk e di se është anullu një ndeshje. Jo, besoj se është i vetmi precedent. Kjo të anullohet një ndeshje. Dëshmitare është Astrid Isufi, i cili me thënë të drejtën ka qenë një ndër djemtë e mirë të kolegjiumit në pikpamjen e punës që ka baj për të aftësu teorikisht në gjykimin e futbollit. Dhe po kështu ka drejtuar për një kohë gjatë si arbitër kryesor, kuptohet më përpara ka filluar me Tjatin në arbitru edhe ka arbitruar edhe ata familje sportive. Po edhe ka kriju domethënë në momente të caktuara edhe grupin e vet gjykimit. Sistema FIFA-s profesor ku erdhi për ju? Sistema FIFA-s nuk mund të vinte para 19. Nëse unë domethënë jam fut gati aty rrot me Bujar Preqja. Bujar Preqja për shembull ka marrë për 5 vjet kategorinë e parë. Astrid Dervishi ka marrë për 10 vjet kategorinë e parë. Nëse unë shkollën i kisha marrë për matematik, fizik, nëse unë rregullat i dishe shumë mirë, teorinë e dishe shumë mirë, në garat, domethënë kam kënë shumë i mirë në normat fizike, sepse edhe ato ishin tepër të rëndësishme. Kuptohet që kisha edhe trashëgimin që ishte plus. Babait. Po ishte pjesa tjetër që tash i bëm me përmend mërziten edhe njerëzit sepse nuk kanë qef një pjesë. Jo, pse? Pse mund ta përmendesh? Kështu që unë falenderoj Zotit edhe një herë po them edhe gjithmonë do them që kam ndaj drejt edhe kam pas misi të mirë. Ky pas misi të mirë del një moment që aja ti nalt ta shpërblen mua. Dhe ishte kënaqësia kur në 93-shin do ta përmend me emrin Gjergj Thakin. Po më fal që po ndërpres. Pse nuk mund ta merrje sistemën para viteve 90? Për shkak sistemit? Për shkak sistemit, po. Për shkak sistemit. Domosdo, sistemi ka pas levat e veta që kanë kënë deri te kryetari i kolegjiumit. Unë falenderoj Fatmir Lelin, i cili ka qenë një emër shumë i madh për mua, pikpamje të organizimit. Ai ka qenë një portier i talentuar. Po unë gjej rastin me falenderu, sepse ishte shumë harmonik, krijoi një grup shumë të mirë, ishte gjithmonë i matur, gjykonte si pjekun, nëse ishte me moshë të re. Dhe u bën se bep kjo, po ama do të thënë prap në Tiranë un mund të isha, si më thënë, kryesori FIFA-s, po atje Tirana kuptohet vendosi dikën që ishte prap në nivelin tim e vendosi për mua. Kështu që këto kanë kaluar tashmë dhe mos u përmendshim, po jo, këto janë nuk ka vetëm Astridi, janë histori dhe fakte. Ka sa dush Shkodran të Zot që mund t'jenë më njanu. Edhe sot na vrejmë që kena shumë njerëz Zot dhe vinë na e drejton për shembull kulturën, na drejton njëri prej Tiranës. Diçka tjetër, një tjetër, një kohë që jo se jena na, si më thonë. Po një qytet që është gati 3000 vjeçar, s'mund të krahasohet me njerëz që sapo kanë dalë, se sapo janë formuar. Kështu që kjo është notë të ky qytet, po inshallah Shkodran do gjejnë atë mënyrën e organizimit edhe do ta mbrojnë Shkodrën, sepse na kena mbrojtur Shkodrën në kushte të vështira, pra na kena mbrojtur prej malazezëve
100 vjet më parë, 125 vjet, 30 vjet më parë. Familja juaj e trashëguar brez pas brezi arbitrimi, duke nisur, siç e thamë babain tuaj Qazim Dervishi, sistema parë e FIFA-s në Shqipëri. Këtë duhet ta dinë, ndoshta edhe ata që nuk e dinë shikuesit. Ju sërish sistem FIFA-s, djali juaj Melisi, sistema FIFA-s Melis Dervishi, që është meriu edhe i brezit, sistem FIFA-s, një treshe sistemas FIFA-sh, që nuk besoj që ka kush në Shqipëri. Me thënë drejtën, kjo ka kënë ndoshta edhe koincidencë, sepse nuk mendon njeriu, pra kur hyn, nuk mendon se gjithmonë rruga ka me kënë vaj. Po kur Jo, kjo është koincidencë, por është edhe me punë, profesor. Thot një gjatë bukur Bill Clinton, thot kur shef një majë malit, thot po sa vështirë është për të mërrit atje. Dhe kur mërrin atje, thot sa kollaj o njëta. Pra, kuptohet që, fillimisht e shef si të vështirë, po kur punon njeriu, edhe arrin, duket krejt e kollajt. Unë po, kam punu në kushte shumë vështira, kam punu, unë gruan me 2 fëmijë, çojshe Melisin me karrocë në kopsht atje, tek dega ushtarake, me biçikletë, unë me biçikletë, njërën dorë karrocën, tjetrën çantën e kisha në timon, prej aty bënshë 2 orë rrugë me biçikletë edhe me kam deri në majët Domnit. Jepsh edhe një 5 orë mësimi, bënshë edhe sport atyne, edhe u kthesh edhe 2 orë tjera, dhe prej aty shkojshe te fusha Elkurave për mos shërvit, apo në stadion për me majtë me 2 porta ditën e ejte. Po, shërvitja ka kënë serioze, gjithmonë këna kënë bashk, grupi ka kënë i pandam, ka kënë shumë i mirë. Sa vetë ishit të kaj grupë, ja asaj periudhë, kur ju ishit aktiv? Ajo periudhë ka pas, gjithmonë ka pas për mi 25 vetë, unë nuk mund me thanë të është saksisht, sepse rruj edhe disa dokumenta, po një numër i konsiderueshëm? Po, numër i konsiderueshëm edhe të thënë të drejtin njerëz që shumica tyne kanë kënë të pasionum. Pavarësisht prej niveleve, sepse nivelet gjithkund janë. E diskutohet. Masane i varet edhe nga dëshirat, kur erë demokracia, njerëzit, ekonomia të banë që me harru edhe hopin të në një moment... Të merresh me diçka tjetër. Mirë po, marrja me diçka tjetër, si pa dashit banë mos me pas kulminacionin tanë. Rendiment. Apo jo. Unë asë njëherë nuk ndava, edhe unë kam pas mundësi të 2 punësohem, 3 punësohem. Po gjithmonë kam gjetë atë që mund nuk ma prish punën lidhën me stërvitjen, sepse kisha pasion, nuk mund të leshe tashma, i kisha hyp një kalit që nuk mund të zbritshte. Është shumë gjakun të vrona jo. Është një pasion i papam, është një kënaqësi e papame kur ti bjen bylbylit dhe futbollistët, trajnerët të shtrëngojnë dorën. Ose edhe kur shpëton nga një sulm që dihet se si vjen, din arsyt. Unë kujtohet një ndeshje e Nea Jorgjit në Kuks, që unë isha vëzhgus, ndeshje tepër e vështirë. Që ishte për titullin kampion me Skënderbeu. Dhe them të drejten në ato kushte, sa do i zoti me ken, sa do i amel me ken, e i sheqerosën, prapë, në fund... Do dalesh pak nga veti. Do dalesh pak nga veti. Kështu që unë i kam kalu të gjitha këto fazat, edhe kooperativën bujqësore, edhe nërmarrjet, edhe pionerët, edhe fëmijët e vegjël, dhe një falënderim veçan do t'i bëjshë trajnerave të Shkodrës me fëmijët. Të fillu prej njerit Ardianara, një model i një djalit mrekullueshëm, një futbollistit i talentuar, po i familje shumë e mirë, djali Shabanars, ku baba jem ka kënë shok. E ty vazhdu me Ahmet Meten, me Mendu Dedjen, e me tjere. Figura kolose të Shkodrës. Me thonë të drejten, unë gjej rastin në këtë moment, ato kanë bërë një punë voluminoze, unë kujtoj një seminar kur u merrshe me ligën amatore, që kam bërë në Hotel Argenti, them drejten, është një seminaret që unë kam bërë seminare të vazhdueshme keni zhvilluar në ato vite. Të kategorive tjera, do të thënë arsime, kupodive për gjëra tjera. Po
Mundem me thonë që ishte një seriozitet I pa. Bile më kujtohet një herë me Taj Piranicin, një ndër drejtuesit më të mirë që ka Shkodra për futbollin, me gjithë djalin e vet. Kur më vjen në shkollë atje, edhe më thotë Asrit, më ka ardhur një ftesë për të marrë pjesë një kompeticion ndërkombëtar ballkanik në Nikšić. Po nuk ja dal me buxhet. Me buxheti tha, po dalim më, inshallah, dikush na njeh edhe ty edhe mua. Kena dalë dhe thënë drejtën, na u gjetën disa njerëz më shumë se sa e menduam. Se sa mendon. Dhe bëm një aktivitet të shkëlqyeshëm në Nikšić me grupin. Një satisfakcion I pa. Pra këto sa njerëzish që përmenda, edhe të tjerë, më fal për emrat. Ka shumë. Dhe janë shumë edhe tash, edhe janë shumë fishu bile, kanë dhënë një kontribut pa. Se kuptohet, prej këtyne trajnerave kanë dalë shumë talenta. Që janë sot në ekip kombëtar dhe losin në Europë, prej këtyne trajnerave, prej durve. Është shumë e vërtet. Pa ka pas seriozitet. Edhe mendoj se edhe ato vetë duhet shprehen që liga amatore në atë kohë ka funksionu mrekullisht. Liga amatore me gjithë mangësitë që kishte. Liga amatore në atë periudhë pavarësisht kushteve që kishte, besoj se ishte në një nivel super. Pikërisht. Pra, përderisa nga këto figura nga organizimi juaj kolegjium të ligës amatore në shkollën Azem Hajdari e kam bën kolegjiumin nga cili më vonë doli Jubica edhe disa emra Pjetri e Kupëdive. Unë I mbaj mend ato ndeshje ishin shumë bukura. Dhe I kam njek arbitrat, sepse mundesh me kanë kryetar kolegjiumit, po jo, ju keni qenë gjithnjë aty tek fusha. Gjithnjë tek fusha. Sepse për ndryshe nuk mundesh me për të vlerësuar. Sepse arbitrimi ka teorinë parën, po ka prakticitetin dhe ka krahin, me të thënë krah. Me të gjetë. E nëse nuk ta thot aty për aty, ta thot më vonë, ftofet. Nuk ka vlerë. Pra është një mësues I mirë që punon nganjëherë edhe individualisht. Ose I thot atij fëmijës, rrim rapa se ta shpjegoj edhe herë tjetër. Dhe ai fëmia nuk të harron kurrë. Kështu është arbitri. Keni pasur këtë që nga profesioni juaj, duket. Jo, është pra art, është art. Një ndeshje ndoshta që gjatë karrierës tënde kur ishe aktiv do e cilësoje shumë sikletshme, shumë nervoze ndoshta, që mban mend. Ndeshje që kishe shumë përgjegjësi. Të Laçit me Dinamon. Në kam pasur ndeshje tepër vështirë, unë isha në rolin e kryesorit në atë ndeshje. Dhe them të drejtë, ka qenë ndeshjet më të vështira që unë kam gjykuar gjatë gjithë jetës time. Kuptoj që ishin pa mbrojtje. Po as federat, as policia, as kush. Ja, pra unë them gjithmonë që arbitrat Shkodran ja kanë dalë fal ndërshmërisë tyre. Ishi tresha Shkodrane. Po, në përgjithësi derisa ka kaluna te treshet kanë prej qytetit. Masanej kanë nisur përzi. Dhe kur janë përzi, kjo erdhi si rezultati, nuk e di se I kuj. Po unë nuk kam kanë kurrë për përzime, sepse atë që ke në qytetin tënd njeh më mirë, ja din momentet, din kur e çon flamurin, ne nuk kena pas sinjalizime elektronike siç janë tash, a më kupton? Ne nuk kena pas kputuc, më kujtohet një ndeshje në Maltë, lute Floriana me një ekip tjetër, edhe nuk kishin kputuc, ndeshje ndërkombëtare. Kishin kputuc e shkyme, kputuc shkyme kishim, edhe u gjet një zotëni aty, edhe na I dhanë si mas numrave, edhe gëzimi jonë që arbitrume më ndeshjet. Me kputuc të ja. Kam një moment kur unë vesha kputuc Adidas për herë të parë, dhe Savabizi po është njëri I mrekullueshëm, jo si futbollist, po, si gjithçka mund të thënë, yll I sportit shqiptar. Baba ime ka dashur më shumë se çdo futbollist tjetër. Atë edhe një futbollist Tiranës. Më dhuroi një palë kputuc me numër 43 që kisha kamën dhe unë I veshi për herë të parë ata kputuc në ndeshjen finale të Tiranës me Teutën në Tiranë. Kupet. Ishte bëjar prejza kryesor, unë isha tek tribuna përballë asistent. Më shumë po shifshe kputucët për gëzimit se sa po shifshe ndeshjen para fillimit të saj. Dhe fillan ndeshja në gjysmën e pjesë parë, në një sulm shpejt,
Pa ma përpara që ajo një saracinesk që lag fushën, që vendoset zorra, kishte qenë me kapak të hapun, mu më shqet pa kama prej shpejtësisë, edhe kama djathë në bjen aty, edhe ai kunji i saracinesë nuk kishte si këto çezmet që kena. Ai kunji i saracinesë më shpon këpucën në 2 vende. Atëherë unë nuk di se si e kam përfunduar ndeshjen. Nuk më dhim të kama, sa më dhim të këpuca. Sa dhim e këpuca. Ky ka qenë fukarallëku i kose. Po një ndeshje që kishe ke pasur kënaqësi të arbitroje që e ke në memorie tënde. Ndeshjet kryesore kam pas shumë ndeshje që kam pas kënaqësinë. Kam pas një ndeshjen e parë që arbitër kryesor kam pas në përmet ndeshje kupet të përmetit me Vlonën. Vlona ishte në kategori e parë, përmeti ishte në kategori e dytë. Dhe mbrapa masonej kam pas shumë ndeshje që më thanë drejtën kam pas kënaqësi. Por nuk mund të veçoj si më thanë kjo ka qenë mrekullueshme, kjo ka qenë. Sepse futbolli shqiptar ka shumë aty pavarësisht prej renditjeve. Po futbolli është lujt për shembull. I bën ndonjëherë kritika vetes? Vazhdimisht i kam bën kritika vetes, vazhdimisht pra un kam nxjerr konkluzione. Dhe asnjëherë nuk jam kënaqur nga vetvetja. Asnjëherë nuk kam kaluar në vetënaqësi dhe asnjëherë nuk kam thënë unë. Dhe në kolegjum unë kam punu shumë për të tjerët. Dhe kam vlerësuar punën e tjerëve, siç përmenda edhe më përpara. Kishte ndonjë gjyqtar përmende pak Astriti Sufi që ndoshta nuk e morri atë çfarë kishte talent. Po, në Shqipëri. Duhet ta merrte Astriti Sufi, po nganjëherë nuk e di se si munden me kënë të punë. Në kolegjumin ton, fillimisht pra në atë momentin kur duhet të ishte dikush ndërkombëtar, u bë Agim Jahja. Agim Jahja ishte një atlet, ajo bë asistent i FIFA-s. Mosën e u largu në Athinë, iku në Greqi. Ma pas u bëna unë dhe ma mrapa u bë Roknushi. Bile për Roknushin kam folë në avion të shku në një seminar ndërkombëtar me Gjergj Thaken që duhet edhe një katolik për qytetin e Shkodrës që të jetë arbitër, sepse Shkodra ka balancën dhe këtë e ka rujt historikisht. Harmoni. Dhe unë jam një pinjoll i një familje muslimane, po që ama shumë i si kena pas edhe me pjesën katolike. Dhe kjo është një rrugë gjatë, e cila inshallah nuk ka me marru kur, dhe kjo është një shembull për harmoninë ndërfetare. Që ndoshta dikush më thonë, ç'kërkon kjo tek futbolli që ti fol ti. Po, unë duhet me thënë sepse unë shërbej në një shkollë fetare dhe feja është ajo që është tolerante. Kjo për të vërtetuar që Shkodra është harmonike dhe dashamirëse me çdo kënd. Absolutisht po. Absolutisht po. Dhe një gjë e tillë në kolegjum kur nuk është ndonjë. Kjo është shumë e bukur. Nuk kishte kështu ndasi. Nuk kishte si më thënë fjalë ma veshit si më thënë. Kjo ka qenë një gjë shumë e mirë. Gjithë bashkuar, gjithë për një qëllim. Ajo periudhë thash ka pas hilet e vet, ëh. Kuptohet. A nuk e dim se. Se nga vinte hilja. Përmende edhe pak Ditmar Jubicën, një nxënës i juaj. Po ashtu djali juaj Melis Dervishi, disa emra të tjerë që mund ndoshta kishin spikatër akoma më shumë, sepse personalisht mendoj se Jubica po ashtu edhe Dervishi patën karrierë të shkurtër në superior. Melisi diçka më shumë vite, por Jubica shkurtër. Edhe në kulmin e tij sigur largua. Kishte, më thënë të drejtën, Jubica ishte një nxënës i mirë, ishte një piktor i mirë. Unë deshta shumë kur ishte fëmijë në shkollën Azem Hajdari. Pastaj ai u bë arbitër dhe e nderoi, domethënë, Shkodrën me gjykimet e tija, ka arbitruar shpesh me Melisin. U kriju një grup harmonik, unë masone jam largu prej kolegjumit edhe nuk kam pas bëj me ligën amatore të futbollit, po ma vonë edhe me vëzhgimin. Dhe në atë periudhë kanë ndryshuar emrat, ka ardhur dikush tjetër në krye të kolegjumit dhe ka pas angazhime të formatit tjetër.
Po, di me thanë, për periudhin deri sa kam kënë unë, jam mundu që me pas rritje nivelit, pra Shkoda të jetë në elitë. Ndonë se, dhe me thanë, në kuptimin e asaj, hijes, gjithmonë është luftu. Pra, si padashje, Shkodrës nuk janë dhanë ato neshje që ka meritu. Po thëmë thojza këtë si padashje. Po, nëse do të kishte pas, sa do pak përkraje, ashtu si që fillimisht Enea Jorgji e ka pas një gjatë tillë, edhe unë kam kënë dëshmitar i saj, sepse kam vëzhgu edhe në fillimet e veta, edhe di dhe më thanë edhe anë pozitive, po anë negative, kuptohet se të është me u gjyku, nuk kam arsye për me gjyku një arbitër famoz që ka arbitru në arenë edhe arbitrën në arenë ndërkombëtare. Pa ma, nëse Aseti Sofi apo tjerë do të kishin pas një përkrahje të tillë, shumë shpejt do të kishin rënë sy. Mirë, kur përpiqesh. Po ashtu dhe Breziri, ndoshta. Breziri nuk mund me forcë sepse nuk jam afër. Jo, këto nxënësit e tu thojnë za. Po, nxënësit e mi, po kështu, pra Jubica pati një krisje pra një aksident. Ai urzu edhe pati një dëmtim të rëndë. Diçka dëmtim të kamës, sepse ai ishte atletikisht edhe fizikisht, po edhe, më thani, ishte shumë i ditun, shumë i saktë. E masanej këto do të kishin ecë. Sepse tashti u hap Shqipënia dhe nevojat janë më të mëdha, në po shohim edhe, pra unë njoh shumë mirë arbitrat e Shqipërisë. Pra unë njoh që është ky që arbitroi në ishën e fundit vllaznisë, deri te ato tjerë që janë që mund ta kenë. Këtë do vlerësoj ndoshta sot. Në arbitrat në superiore. Eugen Gjaj. Pra vetmin që unë vlerësoj dhe asistentin e Lezhës, ndërkombëtarin. Pra Hamiti, Jorgji janë poshtë Gjajës, që sepse vlerësohen shumë nga federata këto dy emra që i përmenda i veçova, marrin ndeshjet më të veçanta. Për mu pa. Mendimi një profesionisti si ju pa gjetë vlerë. Jemi në periudhën tashmë e ceke pak më përpara këto ndërhyrjet e teknologjisë, sistemi VAR, 6 arbitra, dhoma arbitrimit. Si e shikon ti çka till në futboll? Apo si bota që po shkon drejt robotikës? Unë fëmijë, domethënë klasën e 5, ka pasur të një ndaj në shkollë 7 nënori dhe në ato që në gjej edhe mua dhe mori në korin e festivalit. Kështu që kam punuar në festivalin e 5. Disa kam. Kori kishte rreth 150 vet. Nuk po them kot këtë, sepse me kënu solo, me kënu në kompleks, me 8 vet kam kënu për shembull. Po me kënu në kori, pra janë 1, 2, 3, me kënu në kori je larg. Në kompleks je më afër dhe solo je shumë je njësh. Kështu që ta bash futbollin tashmë, ta shtosh në numër kaq të madh, është barabar. Pra UEFA dhe FIFA janë ndërmarrje kaq të mëdha, në thojza po them ndërmarrje. Ato munden me pushu dhe luftat. Pra kanë fuqi kaq të madhe në botë, janë industri, dhe tashti me të vërtet që e kanë thënë në biznes. Për mendimin tim. Unë i falënderoj ato se më kanë ndëruar deri vjet, më kanë sjell revistën e UEFA-s, FIFA-s. Dhe vazhdimisht më kanë kujtuar çdo vit të ri që ato çojnë urimet. Po, them që e kanë thënë në biznes sepse dojnë me ba lojën e futbollit elektronike, gjithçka elektronike. Nuk futbolli ka nevojë mu diskutu. Futbolli nuk ka nevojë unë jam në kulmin e djersitjes, në ekstrem vrapimit, kam shënu gol, jam në kulmin e kënaqësisë. Dhe po kështu është një stadium dhe tanë tifozat e min, tanë botën janë që unë kam në për shtëpia, ato kanë thyja, kanë shtynë dikena, kanë gëzua, dhe mas 30 sekundë është nuk vlen goli. Nuk është gol. Në kupton? Dhe kjo ka ba që gjoja në për hir të saktësisë me dëmtu një lojë që s'ka nevojë. Atëherë na duhet fusim elektronike në boks, na duhet ta fusim në mumje, na duhet ta fusim
Se sa sporte tjera. Gjitha sportet. Mundën me fut elektronik dhe gjithçka tashti me pa nëpërmjet kompjuter. Na I thonë fëmijëve tonë, mos u merrni me telefonin, edhe kënej na ofrohet telefoni, na ofrohet telefoni ne. Mënyrë indirekte. Nuk jam përvarin. Nuk kam kënë qysh në fillim përvarin dhe nuk kam e kënë asnjëherë përvarin. Sepse futbolli nuk është një vije drejt. Kupton? Dhe vijën e drejt, ba me pa me mikroskop nuk është e drejt. Është e vërtet. Është e shtrenjtë. Është e vërtet. Profesor, pikërisht te kjo pjesa var, mendoj se arbitrat e plejades tuaj, e periudhës tuaj, jo vetëm Shqipëri, por edhe në Europë, në Itali, zakonisht që I dëgjoj, janë totalisht kundër këtij sistemi. Gjithmonë edhe Kolina një emblem është I dyzuar, ndoshta si shkak edhe kësaj që I thoni ju që është pjesë e FIFA-s dhe çdo gjë e re që vjen kundërshtohet nga vjetra, faktikisht. Mirë, po ty pa rezultatin, se na shoh me rezultatin. Nuk është puna se unë domethënë sa më thuhet nuk e pëlqej. Ta shoh një herë, se nuk mund të më thonë për shembull, një kjo nuse për djalë nuk pëlqen për një herë. Ta shohim një herë, pra Shkodrani kanë pas adet me pamje ose rrumullak. Mos andaj me vendos, Bile nuk ka vendos individi, ka vendos grupi. Se fal për këtë rast që baj. Po ama është vërtetu tashmë, sipas edhe opinionit të njerëzve të famshëm që edhe ju po e përmendni, që domethënë janë ata që kanë vënë piketa në pra lëvizjet janë bërë tepër delikate dhe tepër të verifikuar me mirë, si më thënë, sepse aty që të ndryshohet një rregull një herë nuk e ndryshon as Italia, as Zurichu, po ndryshon Commonwealthi. Pra mlidhet Skocia, Walesi, Anglia, pra këto vendet e Commonwealthit, dhe nëse vendosin ato që e kanë pronë futbollin, e vendosin ato dhe masanena eksperimentojnë në një kampionat 16 vjeçash, femnash apo çfarë trish, dhe nëse del me sukses e fusin masanena. Pra nuk bëhet për një herë u pebub si thonë në Shkodër. Dhe këto kuptohet që kanë dhënë provat e veta. Mirë po, është si puna ati bumerangun, e gjuhën e të jetë prapë. Na shohim që kjo që thaqun, të më thojnë dikush që nuk është e vërtet. Pra të thojnë që dikush që unë kënaqem më shumë kur është anullu një gol dhe më jep gol prapë, nuk mendoj se ndodhet. Humbet emocionit. Në fundit, kjo, pra futbolli apo çdo gjë tjetër sport, nuk bëhet vetëm thjesht për individin. Bëhet thjesht me na kënaqësi. Ato ornamentet aty në pallateve famoze që janë në Paris, nuk kanë asnjë funksion për jashtë. Ata kanë vetëm funksionin pamor. Pra, unë që shkojmë turista, ato vendas me pa dhe mu kënaqësin ato. Pra, barabar si një ekspozit pikture. Ti shkon me marr pikturën. Ti kënaqesh kur shef një peizazh, thjesht një peizazh, shkon në Alpe, thjesht një peizazh, don më ndaj aty, don më mund një aty më ndaj me orë tana për me e jetuar peizazh. Pra, na do në më kënaqë me futbollin, pa, a mund të kënaqësna me një prishje qefi? Pra, 2 gola apo 3 gola u anulluni tash me vllazninë. U anullun 2 gola, me drejt u anullun. Po, ai ishte, pra, arbitri asistent, s'kishte nevojë për VAR. S'kishte nevojë për VAR. Pse tash ti ta verifikojnë edhe VAR? Sikur ja humbet përgjegjësi pak arbitrit. Edhe le ta gabojnë fundit më. Se gabimi njerëzor është. Kur nuk është me dashje. Po na, me qenë se kena kalu këta, pra gjithmonë e kena pa njeriun me dyshim, dhe na, pra, qysh në atë kohë, qysh në kohët komunizmit, ashtë pa tjetëri me dyshim, për të fije, se mos e ka kështu, pra jena ka përgjana asisan të vogla, kena arrit të shtje dhe kujtojmë, po mund të bajnë njeriu këtë punë shumë mirë, dhe na diskutojmë mrapa, knajësia është me diskutu. Shumë vërtet. Cili tifoz angles, nuk ka mërzit kur ka humë angli, cili tifoz italian, sot, nuk ka shmërzit që Italia pat këtë krizë. Pra, është në gjepet e futbollit të Europës edhe nuk marr pjesë në kampionat botëror, futet një ekip ndoshta prej Afrikës apo prej Amerikës së Jugut. Shumë e vërtet. Jemi në momentet e fundit të intervistës, por kam edhe disa pyetje pikante shkurtra për ju. Faleminderit si herë për këtë zakonisht të forcit, të bashkëbiseduesit, falenderoj në fund. Unë po du me ju falënderu qysh në, pra,
pa më rritë në fund, sepse është shumë rëndësishme kur njeriu gjen një bashkëbisedues me cilin e lexon qysh në fillim të emisionit, sepse është i drejt për drejt, edhe është me zemër të madhe, është i hapun, edhe është shumë i vërtet. Kështu që Qinarit du me ju reklamu në këtë rast. Falenderoj shumë, profesor, shumë, i vlerësoj shumë fjalët tuaja të një figure si ju. Pyetjet e fundit, gjyqtarët më të mirë sot apo dje? Po flasim Shqipëri, por edhe në botë, si duash ndaj? Nëse them për botën, ose për Europën, thamë që janë më të mirë sot. Nërsa nëse them për Shqipërinë, më të mirë dje. Stadiumi më i këndshëm ku keni arbitruar? Parku i Princave. Paris. Ja ndër. Po me zjarti? Me përmende pak Laçin, por? Ma i zjarti një neshin Durrës. Niko Devano? Niko Devano. Presidenti më gentleman që keni hasur gjatë karrierës tuaj? Po flasim tashmë pas viteve 90. Presidenti më gentleman... Që pranohet të rezultatin... Unë asnjëherë nuk kam pas as si arbitër dhe as si vëzhgues lidhje me asnjë president. Pra kam qenë shumë larg tyne, bile ndoshta edhe nuk jam përshëndet. Jo, që pranohet të rezultati, nuk bëhen të polemika. Këto që nuk kanë pranu rezultatin kanë qenë gjithmonë të rrallë. Po unë pa dashur me lëvdu qytetin tanë, si Miftar Qelen unë nuk kam pas rahmetin atje ku në dhët. Po presidenti më mistrec? Thash do të ngacmoj pak fund. Presidenti më mistrec. Thash edhe një herë, unë me këtë nuk kam pas... Nuk i pasë kontakte. Ato përderisa godasin arbitrin, pra kur një president godet një arbitër, ai nuk ka si me kanë, nuk mund të marrë një emërtesë të mirë. Kështu që dihet se për kë kam fjalë. Lojtar fair play që ke gjykuar. Një lojtar fair play që ndoshta ke edhe mik sot. Tash unë më ka dalë për një mend. Mund të thuash 2-3 emra, nuk ka rëndësi. Ka qenë një kapiten i Laçit, cili tashmë nuk ka dalë nga mendja. Dhe po kështu ka qenë një djalë me emrin Dosti, që ka luajt po dhe ky me Laçin sulmos, është Onipi ose i vllai Adriatik Dostit. Gazetari që ishte model. Po një lojtar Grindavec që merrte kartona që ke ndeshkuar. Kuptohet gjithmonë këta ekipet e vështira kanë pas edhe atë, domethënë Grindavecin kanë pas edhe pozitivin, prandaj ke mujt edhe me i krahasu. Kështu që të tillë ka pas Kavaja, të tillë ka pas kanë pas çdo ekip e ka pas një tillë. E ka pas një. Si duket ndoshta ka kenë edhe lojë e trajnerave, që ngacmoje që me krijim ta vinë presion. Astrid Devishi me ndeshmërinë që karakterizon dhe integritetin, hipotetike situata, sepse kjo s'ka ndodhur, një arbitër shkodran si ju, do jepte një penalti kundra vllazis në një ndeshje vendimtare për titull kampion? Po. Nuk u mendoj fare? Absolutisht. Sepse arbitrimi është një gjykim. Pra, nëse një gjyqtar në gjyq e ka në fijet penit jetën dhe dënimin me vdekje, nuk mendoj se luhatet. Dhe kjo luhatja na ka bane me ban spirale të këta. Inshallah vinë kohëna shumë shpejt që njerëzit mos luhaten fort dhe ky vend shkojnë drejt përparimit. Ndoshta na nuk kena me kanë, ju keni me kanë. Edhe uroj që jo vetëm sporti, po
gjithçka në këtë vend, sidomos arsimi, cilin unë e kam edhe atë kam pjesë tjetës, sepse qysh në 1929 baba ka ardhur arsimtar të këtë qytet. Dhe them që në qoftë se këto do t'jenë të rregulluar plotësisht, atëherë do të flasim për një ndërtim të një kombit dhe vërtet shqiptar. Kur them kombi shqiptar, them me gjithë ato që na rrethojnë. Të trevat tona. Të trevat tona. Tani për ta mbyllur totalisht me pyetjen e fundit, e beson një titull të kampion si Shkodran të vllaznisë këtë sezon? E besoj fort. 25 vite pa titull. E besoj fort, po nuk dua që të njolloset me politike. Nuk dua që aty në ndeshjen kur na do të fitojmë të përmendet më shumë kryetari i bashkisë se sa futbollistët. Drejtuesit dhe futbollistët që kanë nxjerrë djers. Kushdo qoftë ky kryetar apo ish kryetar apo kushdo qoftë, djersa është e futbollistave, ato kam i kanë thyer futbollistat, ato smundje janë smur futbollistat, më kupton? Ato familjar janë tyne futbollistave që e vujnë më shumë se kërkush. Dhe prandaj për me pa a shkollaj. Për me sha, një moment saktum, a shkollaj. Për ata që shajnë. Prandaj thuj të vërtetën, edhe unë e vlerësoj shumë trajnerin që ka ardhur, jashtë masit. Pra është një trajner me shumë botë, a trajner i karrierës, a trajner që ka punu shumë mirë deri tash. Po kuptohet që nuk mundesh me fitu të ndeshje. Pra dëshira me mundësinat janë të ndryshme. Ndonjëherë mundesh me pas shumë raste dhe nuk shënon, mundesh me pas një rast vetëm dhe shënon. Kështu që jam i bindur që do ta fitojmë. Po edhe një herë pa ndërhymin e tjerëve, sepse kjo mas besh shumë edhe më bën që mas me shku më kurrë në stadium. Sinqerisht e kam. Sepse nuk është puna se e du, po kam kontribu shumë edhe dashje pa dashje, jam pjesë. Edhe nëse ti nuk dën me më afru. Është vërtet. Pra në një përvjetor për shembull, mu nuk vjen keq që sa shkujtu kush për mu. Nuk vjen keq, sinqerisht. Po kur shoh një person aty që s'ka asnjë lidhje me futbollin, them si ka mundësi të shkymur si të shtish, është pak çudi. Është pak e çuditshme. Megjithatë, do thënë, prap mbeten pjesë. Unë të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq këndshme, ishte me vërtet një kënaqësi, një figurë si ju dhe një familje si e juaja absolutisht nuk mund të harrohen qytetin e Shkodrës, por edhe në mbar Shqipërinë, sepse e vërtetojnë faktet dhe historia, patjetër edhe gazetaria që nuk e lë asnjëherë në harres figura të nderuara si ju dhe që nderoni Shkodrën dhe mbar vendin. Ishte kënaqësi, unë ju falenderoj jashtëmasit për këtë rrëfenjë që ju bat në këtë bashkëbisedim, edhe për çdo fjalë të mirë që ju folët për familjen time, për të mbirë, për mua, për babën tim. Dhe t'ju them sinqerisht, gjithçka u shpreh këtu është një vërtetë pa diskutueshme dhe uroj që historia e sportit të futbollit edhe të arbitrimit të ketë gjithmonë mbrana vetes vërtetësinë dhe mos ne përkam kontribusit e vërtet që kanë derdhjes dhe kanë punuar në kushte të vështira, sepse tashmë është bërë kretë më thjesht për me u marrë me gjykimin, sepse nuk udhton më pa mbylli me këtë në makinë ku mrapa ka çimento rifugio dhe kur vjen Shkodër duhet me bë dush një 5 herë sepse për ndryshe kthehesh në bust dhe ke makinën tënde që mund ta kesh në markat më të mira edhe nuk lodhesh, nuk e ke problem. Bën një krahasim ekstrem, po që ka ndodhur. Ju falenderoj ju miq, ne do të shihemi sërish javën tjetër me tjerë protagonistë sportit shkodran. Deri atëherë, miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet i teknik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.